Babai i Eldionit dhe Gjestit shihet i veshur me trikonet të birit në varrimin e tij. Detaj prekës që u shpërnda gjerësisht në rrjet. Pamje prekse nga ceremonia mortore e Eldion Kelmendit, vëllait të Gjestit, janë shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale. Në këtë pamje, babai i të ndjerit shihet duke mbajtur veshur trikon sportive të markës Puma, që dikur i përkiste Eldionit. Ky detaj u vure nga përdoruesit e TikTokut, të cilët e ndan masivisht duke e cilësuar si një gest të dhimbshëm, simbol të dashurisë dhe mungesës së pazvendësueshme për djalin e humbur. Varrimi i Eldionit u mbajtë shtunën 27 shtator në varrezat e fshatit Pavlan të Pejës, ku morën pjesë me dhjetëra familjar, miq, si dhe shumë fytyra publike. Pamjet treguan një atmosferë të rënduar, ku dhimbja ishte e lexueshme në fytyrat e të gjithëve. Gjesti, i shokuar nga humbja e vëllait të vogël, u mbështet vazhdimisht nga miq dhe kolegët e tij, të cilët ishin aty për ta përqafuar dhe për ta ngushëlluar. Në mesin e të pranishmëve u pan ish banore të Big Brother VIP Albania, si Eglita Ko, Danja Koka, Valbona Mjilli, Rizarta Hoxha, Loredana Brati, Krisa Caushi, por edhe ish banor nga edicioni kosovar si Diana Tahiri, Burim Vatovci, Gjeneta Exuci. Gjithashtu, këngëtarja Dafina Zeqiri bashkë me bashkëshortin e saj u pan pranë Gjestit, duke e përqafuar në një moment tepër emocional. Edhe artistë të tjerë, si Luiz Eili, i cili mori pjesë në varrim, shprehën publikisht mbështetjen e tyre për familjen Kelmendi. Luizi u pa në fotografi duke ngushëlluar babain e Gjestit, një gest që u vlerësua nga shumë ndjekës. Ky varrim i dhimbshëm u kthye në një ditë zije për të gjithë opinionin publik, ku mesazhet e ngushëllimit kanë qenë të shumta nga kolegë, miq dhe personalitete të njohura. Pamja e babait të Eldionit me trikonet të birit mbetet ndër imazhet më prekse të kësaj tragjedie, duke simbolizuar dhimbjen e papërshkrueshme të një prindi për humbjen e fëmijës së tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.